Fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: Cili është emri i tij? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: Ja çfarë duhet t'u thuash izraelitëve: Unë jami, më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tanë, i shqyrtojmë me kujdes se çfarë domethënie kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marrim parasysh trashëgiminë tonë familjare dhe faktorë të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndisë, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndisë me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti, siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bijtë e Izraelit në shkret të tir, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndisë tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbulojë më shumë nga karakteri i tij, nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu. Cili kombinim i emrit të Perëndisë do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.